Qoftë ledhu Jezu Krishti. Vetëm një fjalë, sepse fillojnë 3 ditë të veçantë, me të cili janë kremtoj liturgjitë që kremtoke vetëm një herë në vit. Sot kujtojnë darkën e fundit e Jezusit, momentin të cili i konsumon pashkën e tij së bashku me apostujt, as momentin e cili themelohet Eukaristinë e Shenjtë, e jep edhe mandatit apostujve, boni këtë në përkujtimin tim, do me thënë se në mënyrë konsideroke se në këtë ditë, edhe jo vetëm Eukaristia, por themeloke edhe sakramenti e urdhit të shenjtë, do me thënë ata që janë shuguruar si pasardhëve të apostujve për me kremtuar sakramentet e në veçanti për me kremtuar Eukaristinë e Shenjtë. Është një festë veçantë në të cili përmbledh shumë aspekte të jetës krishtere. Si zhvillohet kjo liturgji? Pak a shumë është mesha si gjithmonë, por me disa momente veçantë. Në fillim e procesion, gëzimi du të mbaj vajrat e shenjta që ka qenë shuguruar në kishën katedrale sot mëngjes nga i peshvi e që u dorëzua çdo famulit për kremtimit e sakramenteve. Du të dëgjojnë janë vaj të semurve, vaj të katekumenve, vaj krizmës, do me thanë ai që shuguron, vaj shugurimit për krizmimet të shugurimet e ndryshme. E që do të janë ruajtur tu në famulin për me kremtuar në momentin e dukur sakramentet të ndryshme. Asti i peshvi, se idealistë merr pjesë në çdo famulin me këtë vaj që ai ndargon e që bekon a i vetë. Mas liturgjia vazhdon si gjithmonë, liturgjia e fjales, mas liturgjia e fjales, mas predikimi, do të kemi përkujtimi e një gjest që është tipik, që është një gjest profetik që Jezusi ka bë në darkën e fundit, na tregon për këtë gjest ungjilli i Shëngjonit, larjat e këmbëve. Për të arsye disa prej jush do të marrë pjesë këtu duke ofruar të shërbim. Shërbimi është që ofroni këmbët tuaj për larjet e këmbëve. Është një shërbim e një ndërim që baket njëri tjetrin. Ne din që në këtë moment çdo vit Papa Francesku e ban në një burg në Regjina Çeli me duke sot edhe se jashtë se mur nuk ka eqë dorën nga kjo gjeste shërbimi e do të shkoj në burgun e Romes, një ndër burgut e Romes për me larë këmbëve burgosurve. Në vazhdim do kemi kjo gjest tjetër dashurisë. Në çdo mes ofrohet buka e vena për sakramenti Eukaristisë, por në këtë rast jeni ju që keni sjell diçka për të varfrit si fryte e kreshmeve, e ku është momenti, do të bani gadal, e shkoni atje afer tabernakull, e atje në podi tabernakullit depozitoni ofertën tuaj. Ata që dëshiron me bani ofertë me lekun, atje në arka e bukës e snanot, sot është oferta janë kresistë për nevojët e varfërve. Në fund e meshes nuk mbaron si gjithmonë mesha, po mbaron me një ndërim veçantë Eukaristisë. E do ta formoj në procesion prej këtu, prej alterit, duke sjell sakramenti atje poshtë në sala poshtë ku as përgatitur një altar për adhurimi. Kjo gjest është në mënyrë ideale vazhdimi me shenjtë, vazhdimi e tejtë e madhe. Jezusi, se nëse lexojnë ungjillin, mas darkën e fundit ka fiduar agonin e tij në kofti e Gjetsemanit. Në mënyrë që kjo vendosja e sakramentin në vend veçantë, edhe me vazhduar me rrim pak në qetësi e në estje, mesha maron me estje sot, është në mënyrën e të cilën ne jemi ftuar për merr pjesë në këtë moment suprem, të cili Jezusi thotë mos flini, rini me mua. Apostujve qorton duke tha, a nuk keni pasur mundësi për me ri me mua as një orë? Do me thanë se në këtë mënyrë ne vazhdojnë
me sugjerua Jezusi në orën e fundit. D'accordo? Per të arsye kisha rinapur dhe rikur dëshironi, rikur ka njerëz që dëshirojnë me qëndruar mas mesh në estje e në adhurim. Ecco, kjo është liturgjia e sotër, momentin e parë procesioni me vajrat, momentin e dytë liturgjia e fjales, momentin e tretë larja të kembleve, momentin e katër oferta e dashurisë për të varfërve, e momentin e pesë Eukaristia e Shenjtë me procesioni përfunditar e adhurimi. Në vend të fjalës Aleluja do themi Osana. Kisha e Zotit, popullin e fest, Osana, Osana, Osana. Kisha e Zotit, popullin e fest, nga gëzimi Zoti është me ty. Zotit ka zgjedhur, Zotit thërret, pran vetës të do me dashurinë e ti, për hapën botun gjithin e ti, fare paces dhe mirësis. Kisha e Zotit, popullin e fest, Osana, Osana, Osana. Kisha e Zotit, popullin e fest, nga gëzimi Zoti është me ty. Vëllezër e motra, pranojmë vajrat e shenjta që i peshqvi i ka bekuar sot paradite gjatë meshës së Krismës në katedrale dhe u ka dorëzuar të gjithë famullive si shenjë e unitetit dhe e bashkimit. Me fuqinë e Shpirtit Shenjtë, ky frut i ullirit është në gjendje të shërojë, të ndriçojë, të ngushëllojë, të shenjtërojë dhe të konfirmojë dhuratat dhe karizmat me të cilat Zoti e zbukuron kishën e tij për ndërtimin e mbretërisë. Me krizmën e shenjtë do të bëhet vajosja sakramentale që bashkohen me Krishtin, prift, mbret dhe profet, kandidatët e sapo pagzuar dhe ata që marrin krezmimin, priftërinë dhe i peshvit në ditën e shugurimit. Si shenjë kushtimit të Krishtit, do të vajosen me krizmën e shenjtë edhe altaret e rinj dhe muret e kishave të reja. Vajimi i katekumenëve do t'i forcojë ata që luftojnë për të mposhtur joshqjet e të keqes dhe të përgatiten për marrjen e pagëzimit. Vajimi i të sëmurëve do t'i ngushëllojë ata që të bashkuar me mundimet e Krishtit përballojnë sëmundjet dhe dobësitë e trupit. Nëpërmjet këtyre vajrave të shenjta, shfaqet fuqia e misterit të Pashkës që ne e festojmë tani
dhe për të cilin bëjmë një kujtim të veçantë në këtë 3 ditësh të shenjtë. Kisha e Zotit, popullin e fest, Osana, Osana, Osana. Kisha e Zotit, popullin e fest, kënon nga gëzimi, Zoti është me ty, ai të drejton ty si një bab, ti e rigjen jetën tënde me të, falenderoje qëndroj besnik, derisa t'hapet mretnia e ti. Kisha e Zotit, popullin e fest, Osana, Osana, Osana. Kisha e Zotit, popullin e fest, kënon nga gëzimi, Zoti është me ty. Dementatit e Birit e të Shpirtit Shenjtë. Hiri Zotit ton, Jezu Krishti, dashuria e hyhat, dhe ndikimi i Shpirtit Shenjtë qoftë me ju të gjithë. As një gëzim vërtet familjar me që bashkuar në këtë natën e shenjtë, në të cili Jezusi thotë, si na tregon Ungjilin e Gjonit, shumë kam dëshiruar me hanë kjo pashkë me ju. E vërtet edhe unë si famullitar dëshiroj me bashkandar me ju kjo liturgjinë e shenjtë, në të cili idealisht jemi ullur në tryezën e shenjtë, pasvorën të cili Jezusi e ka përgatitur një darkë veçantë për apostuj, një darkë në të cili jo konsumohet një qengjë ofruar në sakrificë, por ai vetë paralajmëron, profetizon ofertën e tij, flimin e tij në kryq. E në këtë mënyrë na luron sakramenti e Eukaristisë si pjesëmarrje në flimin e tij, e si tavolina vllazërore në të cili duke na ushquar të gjithë në njëjti bukë, në njëjti ven, fitojnë durata e Shpirtit Shenjtë që na ban një trup i vetëm me të. Të gjitha misteret më të lartë e feso janë përmbledhur në këtë kremtimin e shenjtë. E në këtë natë vërtet falenderojnë Zotit për luratat e sakramenteve, në veçantit e Eukaristisë, e nga ana ime, por besoj edhe ju, edhe për lurata e meshtarisë, shërbimi meshtarak, me të cili kisha lindë, kisha rritet e esë në botë e në historinë. Pojër fehen, hyjt e gjithë pustetshëm, dhe juve o vlezër e motra, se kam katënuar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lëshime, per fajin tim, per matë madhin fajin tim, prandaj po i porositen se lumes Mari, gjithmonë virgjër, të gjithë engjërve, shenjtërve dhe juve o vlezër e motra, që të luteni për mua, Zotit hyj tonë. Hyj gjithë pustetshëm pas me shirë për ne, na i falë me kate tona dhe na përcjen në jetën e pasosur.
Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria in excelsis Deo. E pace njerëzve vullmet mirë bitor, ne po te lefojnë, po te bekojnë, po te adhurojnë, po te malerojnë, po të falenderojnë per lavdin tante pa kufi. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Zot imbreqeror kuj hati gjipustecëm, Zot pirin e lindur Jezu Krisht, Zot i qengjin hy biri hatit, Ti që thyë me katet e botës, ki me shirë për ne. Ti që thyë me katet e botës, pranoje lutjen ton. Ti që rinet e djaftën e hatit, ki me shirë për ne. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Sepse vetëm Ti je shenjti, vetëm Ti je Zoti, vetëm Ti je i të jetë larti, o Jezu Krisht, se bashku me shpirtin shenjt, në lavdin e hyhat. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Të lutemi, o hyjt e bashkuar në këtë darkë të shenjt, në të cilin e lindur i biri hyjt, para se t'i srohe i vdekjes, ja duroj kishes për të gjithë shekuj, flinere e legostin e dashurisë e vet. Bëj po të lutemi, që me prej misteri kaq të lartë, të nxjerrim plotësinë e dashurisë e jetës, në për Zotin ton Jezu Krishtin birin tan, që me Ty jetojnë mbretëron në bashkim me shpirtin shenjt, hyj për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Lexim prej librit të Daljes. Zoti i tha Mojsiut e Aronit në dheun e Egjiptit: Ky muaj do t'jetë për ju fillimi i muajve, më i pari ndër muajt e vitit. Flisni me tërë bashkësinë e bijve të Izraelit, e thoni ju: të 10 ditë të këtij muaji le ta marrë secili për shtëpi një qengj për familjen e vet.
por po që se numri antarëve është më i vogël se sa do të mund të mjaftonte për ta ngrënë qengjin, le ta marrë të afërmin e vet, që është më afër shtëpisë së tij, sipas numrit të frymëve që mjafton për të ngrënë qengjin. Qengji le të jetë i 15, mashkull i 1 viti. Mund të merrni qengj ose ell. Ruajeni deri të 14 ditë të këtij muaji. Në muzg le ta flijoj e tërë bashkësia e bijve të Izraelit. Le të marrin prej gjakut të tij dhe le t'i lyejnë të 2 shtalkat dhe balzinat e dyreve të shtëpive, në të cilat do ta hanë qengjin. Mishin e pjekur në zjarr le ta hanë atë natë me të cilën me të babrume dhe me barishte të hidhura. Dhe hajeni kështu, me i të ngjeshura, me të mbathura në këmbë dhe shkop në dorë. Hajeni me shpejti, sepse janë pashkët e Zotit. Atë natë do të kaloj në përdheun e Egjiptit dhe do të avras çdo të paralindur në dheun e Egjiptit, që nga njeriu e deri në bagëti, dhe do t'i ndëshkoj të gjitha hynit e Egjiptit. Unë, Zoti, gjaku do t'ju shërbej për shenjë në cilën shtëpi jeni. Unë do t'a shoh gjakun dhe ju do t'ju kaloj. Kështu ndër ju nuk do t'ketë farosje, kurse unë do t'i sulem dheut të Egjiptit. Kjeni këtë ditë për kujtim dhe kremtojni festën në nder të Zotit brez pas brezi me sjellje fetare të përhershme. Fjala e Zotit. Kelkujt o Zot, është dhura shërbimi. Kelkujt o Zot, është dhura shërbimi. Si do t'ja shpërblej Zotit për të gjithë të mirat që mi ka dhënë? Do të ngrej gotën e shërbimit e me nderim do të thëras emrin e Zotit. Kelkujt o Zot, është dhura shërbimi. E çmueshme është para Zotit vdekja e shenjtërve të tij. O Zot, unë jam shëbëtori yt, shëbëtori yt dhe biri shëbëtore sate, ti i këpute hekurat e mi. Kelkujt o Zot, është dhura shërbimi. Ty do ta kushtoj flinë e lavdit, me nderim do të thëras emrin e Zotit, do t'i kryej kushtet e mia bërë Zotit, në praninë e mbar popullit të tij. Kelkujt o Zot, është dhura shërbimi. Lexim prej letrës së parë të Shën Paulit Apostull drejtuar Korintasve. Vëllezër, atë mësim që mora prej Zotit, atë edhe juve u mësova. Do me thënë, se Zoti Jezus, atë natë që po tradhtohej, mori bukën, u falenderua, e theu dhe tha: Ky është korpi im për ju, bëni këtë në përkujtimin tim. Po ashtu, pas ju krye darka, mori edhe kelkun e tha: Ky kelk është beslidhja e re në gjakun tim. Bëni këtë gjithë sa herë që të pini në përkujtimin tim. Për të vërtet, kur do të hani këtë bukë e të pini këtë kelk, lajmëroni vdekjen e Zotit deri që ai të vijë. Fjala e Zotit.
po ju jap një urdhër të ri, thot Zoti. Duajini njëri tjetrin, sikurse unë ju desha juve. Zoti qof me ju dhe me shpirtin tënd. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Gjonit. Ishte para festes së Pashkëve. Jezusi, duke ditur si erdhi koha të kaloi prej saj bote tek Ati, pasi i deshi të vetet ata që ishin në botë, i deshi deri në pikët e fundit. Le gjatë darkës, pasi djali ja kishte mbushur mendjen Judes, biri të Simonis Kariotit të traltoi, Jezusi, që e dinte se Ati i dha gjithka në dorë, se erdhi prej hyjt, le se tek hyj po kthente, u ngrit nga darka, hoqi pektun e sipër, mori në peshqir dhe u ngjesh, qiti ujin e legen, e filoi t'u dhaj këmbë të nxënësve dhe t'u afshi me peshqir me të cili ishte ngjeshur. Arriti kështu te Simon Pietri. A i tha, Zotëri, ti të mi lash këmbët, që po baj unë, i përgjigji Jezusi, ti tani nuk e kupton, do ta kuptosh ma vonë. Pietri i përgjigji, nuk do t'i mi lash këmbët kur për këtë jetë. Nëse nuk do të laj, i tha Jezusi, nuk do të kesh pjesë me mua. Simon Pietri përgjigji, atëherë Zotëri, jo veç këmbët e mia, por edhe duart dhe kryet. Jezusi i tha, kush është i lar, nuk i duhet të laj tjetër përveç këmbët, dhe as krejtësisht i pastër. Edhe ju jeni të pastër, por jo të gjithë. Prej se e dinte se kush do të traltoj, këndej edhe tha, nuk jemi të gjithë të pastër. Pasi u lau këmbët, mori pektun e sipër të vetin, u ul prap në tryez dhe u tha, a i kuptoni që ka ju bëra? Ju me quajni mesues dhe Zotëri. Mirë thoni, sepse unë jam. Nëse pra unë, Zotëria dhe mesuesi, ju lava këmbët, duke që edhe ju t'i lani këmbët njeri tjetrit. Ju lash dhe shembull që sikurse ju bëra unë juve, të bëni edhe ju. Fjala e Zotit. Sot nuk komentoj Ungjili sepse do ta komentoj mas në mënyrë me gjeste simbolik, as komenti për Ungjili. Do me thanë, propozohet një model i ri e autoriteti që nuk është pushtet, por është shërbim, edhe një model tjetër i afrimi, që nuk është me catuar kush është më i malli ose më i rëndësishmi, o i pari, por ai që shërben të gjithve si shërptor për mirit të gjithve. Por dëshiroj me fokusuar në këtë vit leximin e dytë. Në zemën e letrës së drejtuar Korintasve, në kapitullin 11, kemi një ndër mesimet ma të lastë, ma themelor, për çka i përket Eukaristisë e Shenjtë.
jo vetëm si kujtim për çka baj Jezusi, por pali kujton që ban kisha duke zbatuar ullri ose porosia e fundit e Jezusit. E çdo fjalë është shumë rëndësishme e meriton me qenë shqurtuar e peshuar. Filon ashtu Shempali. Vlezër, atë mesim që mora prej Zotit, atë edhe juve u amesova. Atëherë shqurtojmë mirë këtë fjalë. A i fletë për një mesim, do me thanë një dotrin, një porosia, që i ke merë prej Zotit. Po ne e din shumë mirë që Pali nuk ka jetuar së bashku me Krishti. Pali nuk ka qenë pranishën me 12 apostujt në darkën e fundit. Pali e ka zbuluar feja në Krishti ngjallur në rrugën e Damaskos, mas vitet masë ringjalljen e tij, disa vitet, jo shumë, po disa vitet ma vonë. Do me thënë, i nuk ka shtë ndër dëshmitaret e parë për darkën e Zotit që ka themeluar Krishti. Por që ka të regon kjo fakt? Që ai e ka mesuar, e ka praktikuar Eukaristinë e shenjtë, rritje eukaristike, darkën e Zotit e eukaristike, në gjirin e kishes në të cili u pakzua. E ne, sipas na tregon, çka na tregon veprat e apostujve, din shumë mirë që ai ka qenë pakzuar e mesimet e parë mbi jeta e kristere e kam pasur, e kam marrë në kishën e Damaskos, nga një çfarë lloji, një çfarë njeriu që quhet Anania, një njeriu që kishte në vërtet takuar 12 apostujve, e ka qenë kontakt me komuniteti filestar e Jeruzalemit. Allora, pse është rëndësishme? Pse ashtu na tregon çka? Çka ne krentojnë sot? Fati që në kishe ekziston sakramenti eukaristisë edhe sakramentet e tjera, se ekziston një shërbim mestarak ushquar nga meshtari ose prifti, si preferoni, ose i peshvint, është fryt e një trashëgim që ne quajmë trashëgimi apostolik. Ne kemi mundësi e fuqi për me vepruar në emën të Krishti diçka për arsye se jemi trashëgimtar e një mandat, një porosie që na vjen brez mal brez nga Krishti vetë nëpërmjet apostujve. Ne besojmë, pak më vonë do të thojmë që besojmë një kishë e vetme, e shenjtë, katolike, apostolike. Nuk komentoj fjalët e tjera, por përqendroj mbi çështja pse kisha është apostolike, sepse është themeluar mbi fejat e apostujve e mbi dëshmit të apostujve që ka ardhur te ne nëpërmjet shkrimet e shenjtë, do të thënë bezdidja e re. Por jo vetëm, por ekziston edhe një traditë apostolike që për shembull vjen nëpërmjet mesimet edhe krentimet liturgjike që kisha ka krentuar prej filimit. Kjo është fakti. Fakti është se brez mas brez, si një zinxhir me unazat e ndryshme, unë ka mundësi për me krentuar për ju eukaristin, jo pse jam veçantë, jo vetëm se kanë kry disa studime të teologjike, por sepse një i peshkev me ka shtry duart në kry, duke më jepë mandatin për me vepruar veprimtari eukaristike ose sakramentore. E ky i peshkvi ka qenë shuguruar nga një pesh tjetër, e ne din kush ishte. E ky i peshki nga i pesh tjetër, e di e mbrapa, deri në 12 apostuj, e me 12 apostuj lidu me Krishtin. Ne jemi lidu me Krishtin nëpërmjet 12 apostujve. Kjo është fati që kisha jon ka trashëgimtaria apostolike. E ka edhe kisha ortodokse, për kisha protestante nuk është ashtu, se u ndërprer kjo puna. Për të arsye ne nuk konsiderojmë vlerëshme sakramentet krentuar përveç pagëzimi, se ka
një veçanti, por Eukaristi për protestantëve, për ne nuk as vlerëshëm, se nuk kanë trashëgimitari apostolike për me kremtuar Eukaristi në këtë kuptim. Dakord? E pse kanë disa gjëra dottrinore që nuk kombinon me dottrina tradizionale. Kjo është tradita apostolike, do me thënë, tradita apostolike nuk janë zakonat. Jo, asë një trashëgim që në mënyrë egzakt u transmetuar brez mas drez, jo vetëm në shkrimet, por këtu kemi një shkrim që na dëshmojnë kjo punë, por edhe me jetën e kishës, sepse kisha jeton, e nga jeta e kishës dolin, e nga krentimet e kishës kanë dalë shkrimet e shenjta. Kristeret në Korinte nuk kanë filluar me kremtuar Eukaristin në Arkën e Zotit si Desmond Pali, sepse Pali ka shkuar një letër, ata i kanë lezuar letër e kanë filluar me kremtuar. Jo, ata kishin kremtuar që nga fillimi, nga predikimi gojor i Palit, do me thënë se ekziston një tradita që Pali e ka transmetuar nga Damasko, Antiokia edhe në Korint. E ata janë duke zbatuar e duke realizuar çka thot kjo tradita. Për te asë shumë arsyeshme, pse kjo është autenticiteti e kishës. Do me thanë vula apostolike. Ne edhim që ka kremtoj, ka vlerë, sepse janë dëshmuar nga apostoj që është vullneti i ai që vdiqë u ringjall për ne, sepse vetëm ata janë dëshmitar për këtë punë. Atëherë, ne sot gëzojmë për këtë rast. Gëzojmë për fakti që Pali vazhdon duke thënë se unë mora këtë mësim prej Zotit, sepse me merr nga apostoli e me merr nga Zoti asti njëti gjë. Nuk ka se Zoti u shfaq Pali duke treguar si kremtohet darka e eukaristike, ose me shenjë thojnë e sot. Jo, por a i identifikon mesimi apostolik me qka vetë Zoti Jezu Kristi e ka mesuar. Për të arsye ne, kur pranoj mesimi autentike të apostujve, vlerësua nga tradita apostolike që vërtetohet edhe në përshekuj, në përmesimet e koncilave tjera, jemi sigur që jemi duke zbatua një mandat hynor, me një vlerë tamam hynor. E për të arsye mesën e shenjtë, është diçka që ne e ruajmë si një Cezar pas e vencueshme. Ruajmë kjo feja në pranin e vërtet reale e Jezu Kristi në sakramenti eukaristisë si kulmin e feson, sepse as pjesëmarrja që kemi që nga sot në ringjallja e Kristit. Ne adhurojmë, më mirë, ne jemi kungohemi në një trup që nuk është një trup i vdekur. Ne nuk kungohemi në trup i vdekur në kryq, po në trup që nga vari doli ngjallur në virtyt e Shpirtit Shenjtë. Ne jemi feja e jetës e ngjalljes, të cili momentin e vdekjes është flimi për mëkatet tona, por është piknisjes o pikarjes e pjesëmarrja në jetën e plot. Jemi falur nga mëkatet për me pranua një jetë krejtësisht e re, në Shpirtin Shenjtë, në përmet trupin e gjallur e Jezu Krishti. Shpirti Shenjtë, lurata e parë i ringjallurit, si na spreh edhe Shkrimi Shenjtë dhe liturgjinë e shenjtë. Për të arsye duke vazhduar vërtet konsiderojmë si jeta jonë si kremtimes liturgjike as një pjesë rëndësishme jetës sonë krishtere. Nuk asë e vetmja pjesa, por asë pjesa ma fisnike. E se sakramentet, të 7 sakramentet që në mbështesin në ecjen tonë, janë vërtet lurata e të cili ne përjetojnë e gëzojnë si Pali, çka fuqia e Kristi i ngjallur mes nesh. Edhe ne kemi mundësi për me thënë atë mesim që kemi marrë prej Zotit, tani e mesojnë edhe juve, e kremtoj sot
në këtë liturgjinë e shenjtë e në çdo liturgji tjetër, që ka e njëjti efekt, njëjti fuqi e njëjti kuptim. Për të arsye, Jezusi në momentin e të thirrjes thotë, ky është korpi im për ju, ky është gjaku e bezdidjes së re. Thotë që është, jo do të jetë, jo se simbolizon, por është. E për të arsye, në vërtet, në këtë moment, ku jemi mbledhur ashtu në këtë liturgjinë e shenjtë, vërtet gëzojnë në mënyrë maksimale e njëjtë eksperiencë që Korintësve bajnë nëpërmjet pari, që pranojnë mesimi që vjen prej Krishtit. E në këtë mesim pranoj edhe një veprimtari e Zotin e ne, sepse Zoti nuk na shpëton me një teori e re o një filozofi më e bukur, por duke fliuar vetë në trupin e në gjakun e tij, në të cilin jemi pjesëmarrë. Atëherë, në vërtet me pëlqen edhe me ripropozuar në këtë kuadrin një meditim i vogël, një fjalë që i Peshvi na ka thënë sot në kishën katedrale, kur ka thënë kujdes, duke komentuar çështjat e vajit të shenjtë, këta vajra që na transmeton një fuqi sakramentore, veprën e Zotit. Jemi vajuar për me qenë ngushëlluar, fortifikuar ata që janë semur në momenti e dobësi fizike, e shëndetit edhe shpirtërore. Jemi vajuar me vajt e katekumenëve, ju që jeni në ecjen e pagëzimi për eliminuar pengesat, tundimet që vjen gjatë rrugën. Jemi gjithmonë të munduar për me eqë dorën nga ecja që kemi banë, por kjo është një lutje e kishe që ju vajon për me fortifikuar në këte ecje që duke me vazhduar deri në pikën e fundit. Ashtë vajrat e filestarve, por ka një vaj tjetër shugurues që është bagmin e shenjtë ose krizma, që na luajnë në momentin të cili jemi shuguruar në shpirtin shenjtë, në fund e ecjet e pagëzimit, ose në rast e shugurimi me shtarak në duart, ose i pesnor në kry, ose kur shugurohet e ambientet ma të shenjtë si altari, ose kishën tonë, kujtoni sa kryqët shenon pikërisht vendin e të cili i Peshvi, Monsignor Mirdita në atë kohë e ka shenuar me krizmen e shenjtë, kjo kishë si vendi për me krentuar misteret e shenjtët e Zotit. Jemi një popull shuguruar, jo pse jemi shenjtë ne, sepse i shenjti banon mes nesh, edhe nëse jemi që ka jemi, si Pjetër, pa denjë të gjithë, nuk ka ashkusha asti denjë, por Krishti nuk kërkon njerëz denjë, kërkon njerëz hapur. E atëherë, në vërtet të banë mrekulli. Kjo është mesazhi që vjen nga i Peshvi, i cili na thotë, jeni vajuar në vaj, por mos harroni, jeni vajuar edhe në gjakut e martirëve, martirët tonë, edhe gjakun e tij nga ka vajuar, përforcuar, sepse gjaku i martirëve tjetër nuk është se gjaku i Krishti që vazhdon me dëshmuar në këtë botë. Gjaku i martirëve as përzjer në gjakun e Krishti nga kryqi, për të kjo as bekimin ton, as thezarin ton. Kjo as tradita që duke me ruajtur e me konsoliduar në jetën ton, për me jetuar në një besnikëri autentike. Qoftë ledhu Jezu Krishti. E tani komentoj Ungjilli duke jetuar momenti e larja të kembeve në mënyrë simbolike pa tjetër, por idealist mendoni se Krishti kalon mes nesh duke larë kembet e tona në shumë raste. Per shembull, kur arfehemi, nuk as Krishti që vjen në larë kembet për na pastruar e na ban aftë për ecjen tonë,
Për të arsye, atë ftoj ata që janë caktuar për këtë shërbim, vini para alterit.
së bashkut. Ku ka ba mirësi e dashuri, ku ka ba mirësi, Zoti është aty. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus Jezu Kristi në darkën e fundit e me apostoj, u la urdhë të krentoj Eukaristin në përkujtimin e ti, duke shpalur vdekjen e ngjalljen e tij derisa të vijë së dyti, me fe, shpresë dhe dashuri, të falënderim ti lutemi. Dëgjona ne o Zot. Për papën ton, i 5 vite, meshtarët dhe diakonët që të jetojnë hirin e shërbimit të tyre, duke u dhuruar në mënyrë të palodhur Zotit dhe vëllezërve. Të lutemi. Dëgjona ne o Zot. Për bashkësitë e krishterë, që të realizojnë gjithnjëherë më mirë thirrjen e tyre në shërbim të njerëzve në kërkim, e së vërtetës dhe në veprime konkrete bamirësie. Të lutemi. Dëgjona ne o Zot. Për besimtarët në Krishtin që të arrijnë bashkimin e plot dhe të mund të ulen në të njëjtën tryezë për të kremtuar së bashku pashkët e Zotit. Të lutemi. Dëgjona ne o Zot. Për ne të gjithë që kremtojmë bashkë pashkët e Zotit, që të mund të zbulojmë Eukaristin si festë gëzimi dhe shprehje dashurie. Të lutemi. Dëgjona ne o Zot. Për të gjithë ata që në komuniteti famuljitar bashkandaj shërbimit të larjet e kembeve në mënyrë të ndryshme, në shërbimet liturgjike, në shërbimin katekistike, në shërbimin e fjales, në shërbimin e dashurisë, në shërbimin edhe pastrimit të ambienteve, mirë se Zoti vërtet të jepë shpërblimi plot të shëptorëve besnik. Për te po të lutemi. Dëgjona ne o Zot. Na meso o hyja ti hym të vihemi në shkollën e Krishtit mesuesi dhe Zoti hym. Na luro gëzimin e forcën për të shërbuar çdo ditë ty dhe njerëzve për të shpëtuar prej teje. Në për Krishtin Zotin ton. Tani, as momenti e ofertorit, zakonisht mblelet një kolet, por koleta sot është me ushqimet që keni sjell, ose nëse doni me ba një ofertë me leke atje të arka e bukeses në not. Tani gjatë këngë, gadal vini e depozitoni ata ushqime që keni sjell në këmbët e tabernakulin atë pod tu anash që bashkoj me ofertat e enterit. Ati hüngët fli pranoje, Luratam helter, buke vere zemratona, tyti paracesim. Buke vere zemratona,
bekoje, lurata melter, lenangine buken tante, me fjala elteri. Lenangine buken tante, me fjala elteri. Ati këtë flish në roje, Lurata melter, nuk shim për shpirt kratan, trup dhe gjak të biritën. Nuk shim për shpirt kratan, trup dhe gjak të biritën. Ati hyn këtë fliduroje, lurata melter, populli që pret prej teje, jetën e amshuar. Populli që pret prej teje, jetën e amshuar. Ati hyn këtë fli pranoje, lurata melter, bukën verën zemra tona, ty ti paraqesim. Bukën verën zemra tona, ty ti paraqesim. Ati hyn këtë fli bekoje, lurata melter, ne rëngime bukën tënde, me fjalla elteri. Ne rëngime bukën tënde, me fjalla elteri. Lutuni o vlezër e motra që flia ime dhe juaja të dale për qysme para pyhatit të gjipustetshëm. Bëj po të lutemi o Zot, që të marim pjesë duke në këto mistere, sepse sa erë që kremtohet për kujtimi e kësaj flie, kryhe vepra e shërbimit ton, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti qof me ju, Dhe me shpirtin tënd, ti lartësojnë zemrat, të falenderojnë Zotin Kryin ton, është punet e drejt, për një mend tash punet e drejt,
është të rjona le burin shpetimi, të falenderojnë gjithmonë e gjithkon ty, o ati shenjt hy gjipustet që një jam shuhar, në për Krishtin Zotin ton. A hi prifti vërtet li jam shuar, duke themelua trajtën e përeshme të flis, i pari të kushtuar ty si flipe shpetimin ton, le neve na uleroj ta kushtojnë e për kujtimin e ti. Trupi i ti fliuar për ne, kur e marin e kungina për trine fuqi, le gjaku i ti derru për ne kur e pin, na pastron prej te gjitha me katëve. Le prandaj bashk me engjëj dhe kuj engjëj me frone dhe zoter hues, le me të gjitha rarë dhe ushtrit qenore, po këndoj himnin e lavdisate, duke them pa pushim. Shej, 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 është Zoti i gjithësisë, qeli e toka, janë lot me lavdin tënde. Hosanna, Hosanna, Hosanna nell'arsin celore. Hosanna, Hosanna, Hosanna nell'arsin celore. Bekuar Qoftai që vjen në emër të Zotit. Hosanna, Hosanna, Hosanna nell'arsin celore. Hosanna, Hosanna, Hosanna nell'arsin celore. Ty o atë të rimshen për vujtërisht dhe për zemërsisht dhe po të lutemi, ne për Jezu Krishtin, birin tanë dhe Zotin ton, që ti pelqesh dhe ti bekosh këto lurata, këto fala, këto flija dhe shenjtet e papërluja. Që po t'i kushtojmë ma se pari për kishen tanë dhe të shenjt katolike, mbaje në pace, ruaje dhe bashkoje në mbar boten, bashkë me qertorin tanë papen ton Franceskun, dhe me i peshin ton Arianin, dhe me gjithë besimtaret e vërtet që ndjekin besimi katolik të trashëguar prej apostujve. Letet e bie në mendo, o Zot, për besimtaret e tua e besimtaret e tua. Letet e bie në mendo dhe për të gjithë të pranishmit, fene për kushtimin e të cilive e njeh ti vetë, për ata po ta kushtojmë, e le ata vetë po ta kushtojnë të flila di për vete, për të gjithë të vetet, që të fitojnë faljen e mëkateve, sigurinë e jetës dhe shërbimin, e po t'ja drejtojnë lutjet të veta ty, o hyamshuar i gjallë e i vërtet. Të bashkuar me mbarkishen, po kremtojnë ditën e tejtë të shenjtë, në të cili Zoti hynë, Jezu Krishti u fliuar për ne. Po ashtu po përkujtojnë me nderim se pari të lumen Mari gjithmon virgjër, nanët e njënti hyj le Zotin ton Jezu Krishtit, po e le shenj Jozefin fatin e saj, shenjtërit apostujt e martirë, Pietrin, Palin, Andreun, Jakobin, Gjonin, Tomen, Jakobin, Filipin, Bartolomeun, Mateun, Simonin e Tadeun, Linin, Kletin, Klementin, Ksistin, Kornelin, Ciprianit, Lorenzin, Krizogonin, Gjonin, Palin, Kosmen e Damianin, dhe të gjithë shenjtërit e tu. Në sajt e meritave dhe të lutjeve të tyre, bëjo Zot të gëzojnë gjithmonë ndikmen dhe mbrojtjen tande.
Pranoj me mirësi, po të lutemi o Zot, flinë në nshtrimin tonë, që po ta kushtoj ne le mbar familja jote, ditën e të cilën Zoti hyn Jezu Krishti u lan zanësve të vetë, pushtetin të krentoj misterin e korpit e të gjakut të tij. Përcili ditët tona në paqen tande, na shpeto prej dënimit e pasosur, na prano në numrin e të zgjedhurve të tu. Po të lutemi, o Hyj, shenteroj me bekimin tand këtë fli. Pranoje si fli shpirtërore të përkryer, që të bahen për ne korpi e gjaku i fort të dashur i birin tand, Zotin ton, Jezu Krishti. Natën para mundimeve, për shpëtimin ton le për të gjithë njerëzve, do me thanë sot, a i mori buke në duar të veta të shenjtë të nderueshme, i qoj syt nga qiellit të ti, Hyj e ati i ti i gjipustetshëm, të falenderoj me lutjen e bekimit, e theu u lan zanësve të vetë, le tha. Merrni e hani të gjithë prej ti. Ky është korpi im që do të ljohet të ju. Po ashtu pasi kryedarka mori edhe këtë keg të madhërueshëm, në duar të veta të shenjtë të nderueshme, përsërit e falenderoi me lutjen e bekimit, u lan zanësve të vetë le tha. Merrni e pini të gjithë prej ti. Ky është kelku i gjakutim i beslidhjes së rele të amshuar, që të derlet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëjni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fes, kur do herqe han prej kësaj buke edhe vim prej këtij kelku, ne kujtojmë vdekjen tande, o Zot, edhe presim ardhjetën tante. Prandaj o Zot, ne shërtorit e tu edhe populli hyt i shenjtë, duke përkujtuar mundimet e shenjta, ngjaljen prej të vdekuris, dhe ngjitjen e lavdishme në qiell të Krishtit dhe birin tanë dhe Zotin ton. Po ja kushtojnë madhërisate të lartë, prej lurateve që ti vete na i fale, flinë e pastër, flinë e shenjtë, flinë e panjoll, buken e shenjtë të jetës e pasosur, le kelkun e shpëtimit e amshuar. Hile shikimin tanë të ambër e plot me shire, mbi këto lurata, le pranoj, po ashtu si u denjove ti pranoje, lurate shërtorin tanë Abelit e drejt, flinë e Abrahamit ati ton në fe, dhe atë që të paraqiti Melkizedeku krye prifti hyt, flinë e shenjtë, kushtin e panjoll. Përvujtërisht, po të lutemi, o Hyj i gjipustetshëm, që duar të engjëlin tanë të shenjtë, ta paraqesin të flinë altarin tanë qelor, në pranin e madhësisë sate hynore, që të gjithë ne pjesëmarrës e këtij altari, duke kunguar me korpin e me gjakun e birin tanë, të mbushemi me çdo bekim qelor dhe me çdo hir. Letet e bjene mend o Zot për shërtorit e tua, të cilë na printe vullosur me shenjën e fes, le pushojnë në gjumin e paqes. Po të lutemi jepu atyre, o Zot, le të gjithve që pushojnë në Krishtin lumturin britën e paqen. Edhe neve shërtorve të tu me katar, që shpresojnë me shiren tande të pakufi, na bëj vend në shoqërinë e shenjtërve të tu apostujt e martirë, me Gjonin, Stjefrin, Matin, Barnabën, Ignacin, Aleksandrin, Marcelinin, Pietrin, Feliciten, Perpetuen, Agaten, Lucin, Anjezen, Cecilian, Anastasen,
Le me të gjithë shenjtërit e tu, bëj ta gëzojnë fatin e tyre të lumtur, jo në sajt e meriteve tona, por në sajt e mëshiresatet e pakufi. Ne për Krishtin Zotin ton, ti o hyj të gjitha gjërat mira gjithmonë i krijon, i shenjtëron, u jep jetë, i bekon dhe i ndan neve. Ne për Krishtin e me Krishtin lëne e Krishtin, ty o aty gjithë pustetshëm, në bashkim me shpirtin shajnë, të qofton të here lavdi, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Të nxitur nga udhëri shërbuesit, le si pas mesimit e ti hyjnor, marrin guxim të themi. Ati hyj që jene qihet, u shenjtë Lutemi o Zot prej të gjitha tek qijave, le për mirësin tande na jep paqen në ditët tona, e në sajet e mëshiresate, do të lirohemi për gjithmonë prej mëkatit, e do të jemi sigur prej çdo turbullimi, duke pritur shpresën e lume, ardhjen e shpëtimtarin ton Jezu Krishtit. Ti o Zot je mbret, ti je i gjithë pustetshëm, ti je i lumtur në anshim. O Zot Jezu Krisht, ti ju kesen apostujve të tu, po ju le paqen, po ju ja paqen time, mos i shiko me kate tona, por fenje kishe sate. Jepi asaj si pasunetin tam, paqe dhe bashkim, ti që jeton në mbretëron në shekujt e shekujve. Paqa e Zoti qoftë për herë me ju. Jepja njëri tjetri shenjën e paqes. Është paqa ime që unë ta jap, është paqa ime që unë ta jap, është paqa ime që unë ta jap, e njëjta pace Zoti ma jep. Shalom, 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 pace me ty. Shalom, 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 pace me ty. O qenjë hyj, ti që thyer mëkatet e botës, lumë ata që janë të thirrur në fuqinë e shenjtëve. O Zot, unë nuk jam i ndërshëm që pjesë e pjesë tënde, por thuaj një fjalë të vetme dhe shpirti im do të shërohet.
Shpirti I Krishtit më shëntëron, trupi I Krishtit më shpëton, gjaku I Krishtit më shërbon, ujë kraharorit më pastron. Lavdi ty për të madhën dashuri që ke, lavdi ty më dhurohesh mua. Lavdi ty për të madhën dashuri që ke, o Zot të dhurohem ty. Undimi I Krishtit më forcon, o jemli Jezus më dëgjon, në plagët e tua më streho, mos lejo që unë të ndahem nga ti. Lavdi ty për të madhën dashuri që ke, lavdi ty më dhurohesh mua. Lavdi ty për të madhën dashuri që ke, o Zot të dhurohem ty. Nga I keqit I më mbron, në qastin e vdekjes Ti mëfton, që të vi tek Ti mua më urdhëron, e më shëtri tuaj të adhuroj. Lavdi ty për të madhën dashuri që ke, lavdi ty më dhurohesh mua. Lavdi ty për të madhën dashuri që ke, o Zot të dhurohem ty. Amen, 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 amen. Tani fillojnë pjesa e fundit, pjesa nderimit që mbron kjo meshën e shenjtë me adhurim e në shoqërinë e Krishtit në koftin e Getsemanit, duke shoqëruar në procesion deri në altari që është begatitu poshtë kishës. Tani ministrante e duke shpendat disa qirint që keni mos i përmendes që tani me të cili shoqërojnë procesioni e shëntrurit sakrament. Procesioni do të zhvillohen në këtë mënyrë. Përpara do të shkojnë kemi, kryqi me pistaret, mas të gjithë ju, e në fund unë me sakramentin.
do të kalojnë, duke ndjekë kryqin, në rampa afer kishës, është tani e perorojnë solenmisht, e masa shkojnë atje, duke ndjekë kryqin, nuk ka problem. Gadal, duke marrë pjesë në kënga durimi që propozohet. Ju kujtoj edhe se nesër kemi momentin e dytë, momenti e krentimi, adhurimi kryqit e krentimi vdekjes e Krishtit. Do tjetë në orën 5, një orë për para, për arsye që në orën 8:30 ka edhe ule kryqi e i peshvi për ata që dëshirojnë mërë pjesë edhe ata në shes në Terezë. Në me thanë, nesër në orën 5, adhurimi kryqit këtu në kishën tonë. Të lutemi. Dhe po të lutemi o Zoti Gjipustetshëm, që si kur the shujtohemi me darkën e përkoshme të birin tënd, po ashtu të meritojnë të shijojnë atë të përjetshme në për Krishtin Zotin tonë. Pidhjani. Hyi shenjtë e fort, ne të adhurojmë, shenjtja Perëndi, ne të adhurojmë, atë krijuesi ne te